Sezona dimit është pak më nga kune, në pjellshmëria. Tash është sezona pranverës ku pjellshmëria ka përfunduar gjithçka, vetëm qingjat. Sezona janari shkurti është puna më e lodhshme çka bën këtu, se për 12 ditë pjellën diku rreth 800 dele, 900 dele. Kjo i thënë punë. Është punë e lodhshme. 800 deri 900 dele. Po, për 12 ditë, që të vit që kemi çka kaluam, se na kanë pjellë, kemi pas fatin kanë pjellë 2 herë pjellshmëria ka qenë 2 herë. 12 ditë tu kemi pas pjellë, hiç pa ndër. Po flet për shtimin e numrit dhe po më intereson të pyes atëherë kur është mbarështimi i tyre si fermerë, kur ndodh ajo? Që mbarështimi na kur dojmë vetë fermerët e bëjmë. Se tash mbashtim kia 2 në vit, po mbashtimi sezonal është më mirë, është me në janar, dhe me 15 janar, bashkë mbashtimi dele ku është sezona e pjellës. Po për shëndetin e tyre, luajnë, keni kujdes veçantë, keni veterinarë të posaçëm, apo jeni ju ata të cilët dini edhe kur janë smut këto? Jo, na për firmën tonë jemi vetë veterinar, vetë punëtor, gjithçka kujdesin e vetë. Gjithçka vetë, domethënë. Vetë kujdesin, tu nuk ka as, veterinarët i kemi na ku marrim ilaç, po si kujdese e bëjmë vetë për kujdesin e firmën tonë. Berati na shpjegoi edhe shumë detaje të cilat lidhen me fermën dhe delet që mban. Po du pak më ndalë të konstrukti, ndështë ta kamermani mundet me na marrni pak tu ecë dhe tu folë pak a shumë tash kemi për kingjat, fermën. Kemi shef, shkojmë te kingjat poshtë, shojmë kingjat. Po para se me shku atje, tregon pak për planin. Na tham edhe prej fillimit të që është një fermë goxha e madhe dhe po shohim që gjithçka është e ndarë. Fillojmë nga para atje poshtë, këtu kur herëm i pam disa qenë që i mbani, apo jo tregona ma shumë rreth fermës juaj, konstruktit e saj. Konstruktyre këtu qent i mam na për rojën e deleve. Qent janë, na thonë pa qenë nuk mush me dalë mbjesht. Për ata arsye dhe i mam qenë. Qent janë, shkaku kryesor i deleve është qeni këtu. Thelbi i shtallës është qeni. Këtu pranë po i shohim disa një numër tjetër të deleve. Këtu janë, kjo shtallë është komplet me nga 2 kingja. Këtu janë 200 dele, janë 400 kingja këtu. Këtë shtallë këtu. Po si të keni qef nga vazhdojmë me shtallën tjetër për mi pa tjetër, shkojmë edhe atje. Ndërsa këtu the, po ndalimi pa këtu the janë qent. Këtu i mam qent të janë pak ma tegër në gjinë, edhe nuk i shem. Se ka këtu kalimtar, vinë njerë, misafire, këta i mam ma shumë lidhë, në më të rrezikshëm në gjinë, nuk i shem. Kurse tjerë qent që kanë me dele, po për ujtjen e deleve.